Tregoj histori. Tregoj unë një histori. Dije vajta ku isha te hoteli që më firën këta të shtetit. Se unë, për juve që më njihni, jam akoma me çështje firmosje. Çështjet e mia të firmosjes duhet firmos një herë në javë. Kur marrin telefon, më kanë vënë në një gjë që e frasin mapa. Në mapa, çështjet e mapës, futu në internet e shkruaj prisoner M-A-P-P-A. Edhe lexoni ç'a kategorie duhet jesh në këto mapa. Çështjet e mapave. Çështjet e mapave ke vrasësat, terroristat, edhe ata që e firen më të rrezikshmit. Tani kur të marrin telefon këta, po nuk u përgjigje, vetëm po se hape zilen, je i kthyer në burg direkt. Unë jam dorën e tyre, me pak fjale shkurte shqip, e lën leprin të vej vetë te kafazi. Me këta u e vend po miremi. Edhe juve si njerëz të mi, u aleikum assalam wa rahmatullah. Edhe juve, and please, mos mendoni sikur jam në një njeri ditur. I'm not. Nuk jam shkollar. Unë fen e praktikoj për mua, whatever. Ikni te shkollarët, pyesni për fe. Po mos më ndiqni ata njerësi e ka emrin ai profesori që del si hoxh, e më shan mua nga motra se u largova unë. Jo, gabim aty. Vro, lexo për burgaxhin që janë në këta. Në dosjet e këtyreve. Shkruaj në internet. Mësoni të përdorni internetin juve që vetëm rrini e komentoni budalliqe 2 orë. E vajta dio i takova, ulëm atje, donin nxjerrin diçka, e duan që të shëtis 16 deri në 18 vjeçart që dalin nga burgu. E duan që të rri unë me ata 2-3 orë duke i shëtitur në përparqe, në përvende, e t'ju them unë mos u bëni kriminella, mos bëni me krim, keni dal nga burgu e bo. A mendon se kam qef unë dal t'i shëtisat? Hajde mirë, mbase po bëj ndonjë të mirë për hajër të Zotit. Qatë mira duhet bëj unë atje të nxjerr shëtis ata budallënjt, që janë si këta tjerë që ju jepni ju rëndësi. Kur unë s'di të rri vetë me maman time të bëj muhabet. I don't know how to chew it, anyone in my household.